Një grup nxënësish të shkollës teknike në Çvedenixa në Gjakov kanë shprehur kreativitetin dhe aftësitë e tyre në çepje e çëndisje, duke realizuar veshje kombëtare për programin festiv të shkollës. Në bashkëpunim të ngushtë me mësimdhënësit, nxënësit kanë punuar me përkushtim për të finalizuar disa kostume tradicionale, të cilat janë pritur me shumë entuziazëm nga bashkëmoshatarët e tyre. Disa prej vajzave që punuan në realizimin e këtyre veshjeve rrëfyen se ideja lindi nga dëshira për të sjellë diçka të vërtetë dhe të veçantë në aktivitetet e shkollës. Ideja kryesore e këtyre veshjeve ka qenë për derë të festës 28 nëntori, për shkak se na është nevojit që vjet për vjet me i pas veshjet tona, pasi që edhe kemi drejtimin e dizajnit, edhe na është përshtat për me i kriju ato veshje. Edhe për nxënësen Ujeza Lumaj, kjo ka qenë një përvojë tejet e vlerëshme, pasi vetë procesi i çepjes së veshjeve tradicionale ua ka mundësuar të njohin më shumë rreth traditës dhe punës artizanale. Ndihmën e arsimtarës Hana Bakalli, që i kena bu veshjet bashkë me ta, edhe kena pas edhe materialet furnizuar për shkollës, për drejtoreshës që jenë ardhë këto, edhe ka qenë diçka shumë e mirë, edhe për neve si eksperiencë për me pas veshjet tradicionale që kena bu na, edhe ka qenë diçka shumë e mirë dhe veshjet të ndalë shumë të bukura. Ndërkohë mësimdhënësja Hana Bakalli theksoi se këto veshje kanë qenë shumë të nevojshme për aktivitete të shumta kulturore që organizohen në institucion dhe se puna e bashkëpunimit mes nxënësve është një shembull i shkëlqyer. Si nevojë e shkollës kanë qenë veshje tradicionale që moti, pasi që dihet ne vjet për vjet kemi organizu programe, edhe veshjet jemi dut mi huazu ose mi marrë me qëra. Mirë, po shkolla na ka kompletu me material, edhe zbashku me nxënësit i kemi prej, edhe i kemi qepta, shkolla i ka veshjet e veta që do të mbeten sirtar me një afat ma gjatë. Në përfundim, ky projekt ka treguar se kur tradita bashkohet me kreativitetin e të rinjve, rezultati është i veçantë dhe frymëzues, duke ruajtur kulturën përmes duarve të brezit të ri.